Mirë se erdhët sërish në një vlogmas tjetër me ne. Është vlogmas numër 18. Neve dhe sot kemi qenë tër natën zgjuar. Arli ka pasur koll. Edhe Amarili si ka fjetër mbrëm. Aja. Amarili si ka fjetër mbrëm nga njerëzit e Amarildos. Edhe unë kam dejtë me Nuçin tu, te Loma, dy. Kinë Nuçi tu ka qikoll, për nuk kam me te patull, dhe sot i kalon. Qik. Hi guys! Hi guys! Qik, përshëndetje miq! Jo pici, do nxjerrim picin aty na. Që i bën ky çuni mamit. Shikoni që i bën ky çuni mamit. Na. Jemi mërzitur. Një flek këtu, guardate, një flek këtu. Shikoni. Aja, një flek këtu. Aja. E një këtu. Pa që marli. Basta re. Unë do i kitë pinë kafe tani. Ti? Që të bësh? Do pish kafe dhe ti me mamin? Jo. Që të pish ti? Du lojës. Tani po lozim të dy neve. Edhe tani pak kafe për mua që të më shtjell veten, duke qenë se kam kaluar
duhet shumë qartë azi, net, pa gjumë, e shqetësuar, me angst, me frikë, me stres. E vetmja gjë që dua në këtë pikë të jetës time, kafe. Dua kafe. Dhe tek filxhani i lushes time, grisel dushjes time, dhe po, pim kafen, dhe ta nisim sërish këtë vlogmas nëmër 18 dhe t'ju marrim me vete se çfarë do bëjmë sot. Arli duket pakës më mirë, ose më saktë unë mundohem që të shikoj këtë pozitivitet, derisa të ngrohet kafja, po ju marr me vete të bëjmë pak skincare-in e mëngjesit, derisa të ngrohet ekspresi. Shkojmë. Okej. Them që të lajmë pak fytyrën. Edhe tani që kam balluke, më thënë drejtën, kur i kap kështu, nuk më qëndron. Të lajmë qik fytyrën, të lajmë qik dhëmbët, të vëmë një krem super hidratus SPF, edhe vazhdojmë ditën njerëz. Si gjithmonë Larsi nga Marrë Studio, edhe shkojmë lajmë fytyrën. I themi kësaj botës mirëmëngjes. Oh my god, sa ju si jeni me virozet në shtëpiat e juaja, mbi gjitha fëmijat si i keni, se kur e kemi vetë virozën, hajtë më. S'ka problem. Po kur e kam fëmijat, është 2 fish lodhje, 3 fish stres, 4 fish pagjumësi, edhe bëhemi kështu, si të rrahur kokës. Por që të paktën mos harroni rutinën e skincare që t'ju bëjnë të ndjeni disi më mirë. Mua nga temperatura, nga stresi, nga ankthi, më ka dalë herpes, nuk e di si mund t'i quaj. Këtu, nga që e dini mu, kur keni fëmijët e smur, dhe që të ndiruani kështu tërë natën, këto gjëra ndodhin. Lëkura reagon. Ha mama, ha. Cosa fai? Ah. Va bene, bravo mamma. Dhe mendoj të bëjmë edhe pak SPF, sa po të thahet pak kremi, ta thithim mirë fytyra, por dhe po nuk e vura SPF-n, o mbrënda ja, por që ju kam thënë gjithmonë, që SPF-ja mbron nga papastërtitë, izolon fytyrën nga çdo, nga kuzhina që gatuajmë në shtëpi, nga pluri, nga kudo, nga mund të prekin fëmijët, duar me duar ose kështu, edhe ne do ta vendosim patjetër, sa ta marrë dhe ta vendosim. Edhe SPF-n do lajmë dhëmbët dhe dua urgjentisht kafe. Diku atje është plot me produktet e mia, edhe marrim SPF-n time, e vendosim. Ka këtë ngjyrën roz të ëmbël, që është fantastike. Edhe shkojmë dhe vendosim në fytyrë. Bravo të këta thye. Fola tani në mëngjes pak edhe me Marildon, edhe më tha që kur ka ikur që është bërë gati në mëngjes për punë, nuk kishte zë një gjumë, thëmë, që nuk ndjeje, si kur dhe këshu, tërmet dhe të binte. Thash, po hajde provoj ti, thash, 32 net pa gjumë, me Arlin krah, me orë të tëra, hajde vërdalisu për shtëpi, qa do bësh? Qa do bësh? Që në një moment të caktuar, imagjino që Amarildo në ora 7
7, janë 7:30 është këto në shtëpi që përgatitet. Imagjinoj që unë deri në ora 5:05 kam qenë kështu, e vërdallisur për shtëpi me Arlin, i kanë ndej hajde këte, dua kuklla, dua këtë. Edhe Arli është 3 vjeç për pak, sa do, të lodhen shpatullat, krahët, fëmia rëndohet kur kputet. Ç'a të them? S'po e them këtë se po qajm, se fëmin tim po rris. Po them që edhe unë njeri jam, po lodhem. Kam arritur në atë pikë që shtrihem dhe nuk fle, po shtrihem edhe vdes nga gjumi, mbaroj. Edhe kështu. Plus nuk është thjesht se smuret edhe hajt, do kalojnë. Ju e dini tash më mrakun tim tek Arli. Duke qenë se Arli ka një saturacion në oksigjen 87, kur është i bllokuar, automatikisht i hulet akoma më shumë oksigjeni. Dhe kjo çfarë do thotë? Që mund të ngelet pa frym, mund të nxihet. Edhe do t'i rri kështu, leqe peqe, kështu si ato monitorimet kur shkon në spital që ja vendosim që ja bëjnë atje këtë gjë do të bëj. Prandaj shumë gjëra nga aty jashtë mund duken ndryshe, por vetë se unë e di. Se çfarë kaloj, qysh e kaloj, pse e kaloj. Por pozitivitet, se neve kemi gjithmonë pranë Zotin dhe do dalim. Dhe ja ku jam. Jam e lodhur, po. Jam e mërzitur, po. Jam e stresuar, po. Por mundem të ndalem edhe të bie në depresion thellë. Jo, sepse jam një person që tashmë i kam kaluar disa etape të kësaj gjëje dhe nuk më poshtem më dot kurrë, por jam bërë uragan, jam bërë e fort, jam bërë person që nuk ka lidhje me Alketën dikur. Fare. Kush ka njohur Alketën atëre, ta mbajnë mend se nuk kam më. Dhe Arli nuk kishte koll me Shramabeti, por ç'a po ndodh? Që me sa kam kuptuar unë kur smuret Arli u bllokua edhe nuk ishte koll. Thjesht për mendimin tim ka marrë një kolpodarja e tani është kthyer në koll, por kjo gjëja është shumë e mirë, sepse në këtë mënyrë ai mundohet ta shkëpusi, kolla ndihmon që ta shkëpusi sekrecionin edhe ta çojë në jashtëqitje ose të vjerri. Edhe Lulushi ime tani do pinë Liberatus, është një shurup që ndihmon shumë. Unë atë kam përdorur gjithmonë dhe për Amarilisën dhe për Arlin dhe më kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë. Edhe po goca, mund të shkojmë tani të pim kafe? Jo, nuk mund të shkojmë të pim kafe, se unë kam marruar të live lëmbët. Dhe ju që rini aty më shikoni, dhe s'më thoni asnjë gjë, bravo. Bravo shoqëri. Jeni shumë djegsa të mirë. Që s'më thoni Alketa jo prit ku po shkon, se do lash dhëmbët moj Alketa ku po shkon, o goca seriozisht, shikojni në qik. Flet fytyra, i që mos flas dal të teme i goca, përshëndetje, urdhëro. Hajde ikim lajmë qiven. Dhëmë t'i lavë, zmajl, dhe të një shkojmë të pim kafe. Sa i bukur që është, do të ha fare. I nxorra fundin kafes. Tani, hajde, kë kemi fallxore këtu të na shikojnë çik filxhanin. Kurse na shikojnë çik tenxherën, se s'kam pirë filxhan, kam pirë në tenxherë. Hajde një goca, na thoni kemi rruga, kemi njerëz që na sulmojnë, gjarprinj, që janë ato? O, zoti madh, me gjithë të lodhje dua që të bëj vetëm
muhabet, pozitivitet, qesht, kaloj bukur goca se për zotin. Orën e kemi 9:30, Arlushi ime po hanë më nxes atje, që shikoni, kam dhe biskota. Edhe tani do filloj t'i gatuaj diçka. Duke qenë se jam shumë e lodhur, por shumë e lodhur, dua ta marr me shumë pozitivitet këtë ditë. Edhe sapo kam hap telefonin aty në Instagram, pasha të Andrea. Dhe tani më qeshet, dhe ishte një vajzë që tregonte një recet greke. Edhe kam qesh me lot, domethënë. Edhe ju bëf dita një mik i Andreas, se domethënë ne nisi ditën shumë pozitivisht. Edhe sugjeroj ta ndiqni Andrea në Instagram sepse të shkruajnë si është me ato batutat e veta. Tani unë do të qohem edhe do bëj punët e përditshmërisë goca. Si fillim do heq lavastovilje, do vendos lavastovilje, do ndezim robotin, edhe të nisim ndonjë gjë për të gatuar për drek. Sot është e njëjtë ka dhe Mercato këtu ku jetoj unë, por nuk mendoj se do ta nxjerr Artin, që kështu të shohim çfarë do bëj. Hey goca, që po bëni? Unë isha një xhiro në Mercato dhe bleva këtë bluzën që më pëlqen tepër shumë. Është kaq e butë, kaq e ngrohtë. Jam kthyer, më ka ardhur mami sot në mëngjes, kam mbajtur Arlin dhe unë shkova një vrap tek Mercato dhe bleva këtë bluzën që më pëlqen shumë. Thonjë të bëj një skip se më jam bërë për t'i sistemuar. Në datën 22 kemi për shkuar. Gjithashtu shkova mora edhe lulkat e mia, siç e shikoni, të bardha. I kam vendosur këtu në ujë të freskët. Nëna gjithashtu kishte qenë në merkat para mua dhe i kishte marrë fëmijëve marshmallow nga këto këtu, edhe nga këto këtu, dhe unë kam vendosur këtu që të haj ndonjë ditë për ditë. Goca Arlit i ka filluar një koll, por pediatri më tha që kur fillon kolla jemi në një pikë shumë të mirë sepse në këtë mënyrë largon edhe sekrecionet që o do t'i vjelli o do t'i çojë në jashtëshitje sepse është shkëput. Dhe po, këto janë update-et e fundit, tani do qoj që këto gjypin që pa ta veshur dhe këtë bluzën që pa ta veshur në dhoma matan, edhe do ju tregoj që mora dhe një bluzë tjetër, në fakt ishte një fustan, në ato të trikotuara, që më arrinte diku këtu dhe ishte një gjatësi që s'më pëlqente, as e gjatë as e shkurtër. Do ta rikthej mbrapsht, edhe sot më duhet të shkoj me patjetër në posta, se kam dy porosi për të çuar, po të shohim çik si do na premtojnë koha, duke qenë se nuk e di me sa marrë do punojnë deri vonë se nuk kam as dite, apo do nuk e di. Të shohim me të bëjmë, gjithsesi do t'ju marr me vete. Arlit sapo kam dhënë për të ngrënë pak makarona me pesto, dhe tani do t'ju jap pak eksperienca sepse sot shihem pak barku. Por mendoj se ka dhe pak spushje gryke duke qenë se ka filluar kolla dhe do t'jap pak eksperienca që mos ta mundoj. Eksperienca goca është për mua duke qenë se fëmia nuk e mundon asnjë gjë, asnjë shqetësim dhe rri më i qetë. Tani do çoj këto për vende dhe shihemi në vazhdim. Ja ku më keni goca që shkojmë nisim dy pako, një për Sajmirën dhe një për kunatën e Silvias, kushëriras time për Shqipëri. Imagjinojeni që një nga këto pako do shkoj në Gramsh, në qytetin ku kam lindur, edhe jam rritur në fshatrat e Gramshit. Që kështu jam shumë e lumtur sot, jam shumë nostalgji se them, wow, që po çoj produktet e mia në vendlindjen time. Dhe jam shumë e lumtur për këtë gjë. Shkojmë se kam lënë në shtëpi Arlin me Amarildon. Amarilisin i tha Amarildo ta treshin familjarët e vet. Edhe kështu. Nisemi. Jam të posta goca që po bëj reklamon denuncën e dy pakove që s'kan vajt në Bruxelles të Anisa.
Atëherë goca, sa kam dalë nga posta dhe dua që ta flas këtë gjë dhe ta sqaroj duke qenë se kësa radhë ndodhi me Mozën dhe me Anisën dhe kunatën e saj, nesër mund t'i ndodhi një vajzë tjetër, kushdo që bën porosi, jo vetëm tek mua, po anë mban botës, ndodhin që jo të gjithë njerëzit janë korrekt me punën që bëjnë, në këtë rast edhe një korrierët nuk janë korrekt me punën që bëjnë, mund të t'i lojnë pakot edhe vërdallet i marrin dikush tjetër, por disa pakot, paktën këto që dërgoj unë, duhen me ses bën ti kalojnë atje tek ajo që e bën ti, dhe në qoftë se kanë kaluar atë dhe e ka lënë diku, do thotë që paku është lëshuar. Pastaj se e ka marrë komshia, se e ka vjedh një që ka kaluar kalimtar që se ke iden se kush është, nuk është faj as i imi dhe as i kujt. Thjesht njerëz që marrin pako që nuk i përkasin. Okej, këtë e di vetëm Zoti pastaj se kush e ka marrë, ose nëse do ketë ndonjë kamerë aty afër, dhe ti kërkosh atij personit mund të hap çik kamerë dhe të shikoj filan datë kush e ka marrë këtë pakon, por janë punë të zgjatura. Tani, duke qenë se unë pakon e Mozës nga Naime dhurat për Mozën dhe vajzën e saj dhe pakon e kunatës Mozës e kam dërguar që në nëndor dhe nuk kam rritur dhe unë pyeta aty tani bashkë me kodet dhe unë sot kam bërë reklamën. Shikojni? Bëra reklamo do të thot denuncë që puna ime nuk ka shkuar në punën në pikën e duhur. Domethënë unë kam paguar lek për atë gjë, kam edhe një kontratë me postën që dua që pakot e mia të shkojnë të sigurta dhe gjitha kështu me radhë. Dhe duke qenë se kam pritur, ka kaluar më shumë se një muaj, kërkova informacion në postë dhe thash si ka mundësi, sepse personat thonë që nuk ka ardhur, normalisht që mua do më kontaktojnë, nuk do kontaktojnë postën. Edhe unë që i them si ka mundësi, sepse unë jam shumë korrekte, mbaj kodet, mbaj çdo gjë që kam paguar e tëra më radhë, dhe thash, e di çfarë posta? Hajde t'i fusim një denuncë neve kësaj gjës, duke qenë se shumë njerëz nuk e bëjnë punën siç duhet, dhe kur ajo hyri dhe e kontrollovi të dy kodet, thoshin që është në përpunim me sipër, dhe ajo tha që mund të ketë shumë mundësi që do jenë të hudhura diku aty, dhe duke qenë se janë pako të vogla, do jenë mbuluar me thas të mëdhenj, pako të mëdhaja, dhe periudha është që ka kaluar për të janë nëndori dhe dhjetori njerëz janë plot me spedicione. Okej, në qik të akumuluara, në qik kjo festa dhe tëra këto me radhë, dhe mua nuk më intereson, sepse unë bëra punën time dhe dua që t'jeme korrekt, dhe fundja posta dhe që janë gjitha këto për këtë punë janë që të jenë të korrekt, nëse s'kam personel të asumojnë një tjetër që puna të bëhet me korrektësi. Edhe unë tani bëra denunç reklamo postës, se mos keq kuptoni se mos i bëra denunç personi që më ka ble, jo, s'kam lidhje fare me atë. Unë i bëra denunç postës që ku janë këto pakët e mia, se mirë që te klienti s'ka vajtur, te shoqja, te motra, te kushurira, kujdo që unë dua t'i dërgoj. Ku janë? Se atyre si kanë vajt, mua s'm kanë ardhur, tani në qoftë se pakot janë marrë, mua do më vinë nga ana e postës që shiko se filan postier, filan ditë, filan orë e ka timbruar kodin tënd dhe e ka speduar në filan adres. Okej? Në qoftë se postieri nuk e ka bërë këtë gjë, do thotë që pakot kanë ndaluar diku në një magazin akumulim pakosh dhe akoma nuk janë shpërndar. Edhe njerëz jetojmë në një botë ku gjithçka po ndodh. Ka ndodhur edhe kjo, që këto pakot janë anglezhuar dhe kanë ngel aty. Që kështu s'është asnjë gjë për të çuditur. Dhe thjesht dua që të më mirë kuptoni se unë punën time e bëj sakt, por mirë që duhet kuptoni që unë deri në një pikë punoj. Pastaj e me përsipër diçka tjetër, dikush tjetër. Unë kam përsipra përgatitjen e produktit dhe dërgesën. Në momentin që unë ja lë postës, nuk kam faj më, pastaj s'di se ç'a bëhet, ku vete qysh tek. Mund të vinë edhe të thyera. Po në funditës ç'a faj kam unë që ka ndodhur dhe unë ja u kam sjell prap falas. Që si ju të ndjeni të kënaqura dhe të lumtura. Por prap nuk është faji im. Ka njerëz që nuk e bëjnë punën siç duhet. Dhe psoj unë, ju edhe shumë njerëz të tjerë në këtë botë. Apo njerëz që çojnë dhurata, këto korrierët nga shpejtësia ose nga neglizhenca ose nuk e bëjnë punën korrekt, e hudhin pakon aty, bie shi apo s'bie shi, i karanzilës apo si karanzilës, dhe këto pako i marrin kalimtar, kalojnë e marrin që nga këto rrugët, sepse ka edhe kështu.
mos u çudisni hiç. Dhe doja ta bëja këtë gjë sepse nuk jam e vetmja që bëj dërgesa dhe kam një biznes të vogël, ka edhe plot të tjera. Dhe këto gjëra ndodhin. E vetmja gjë që unë kërkoj është pak mirëkuptim, bashkëpunim dhe nuk di çfarë tjetër t'ju them. Unë e bëra reklamën time që mos juve mua do më kthejnë brapsh këto. Që kështu goca keni pak durim dhe mbi gjitha besim tek Alketa, se mendoj se ju kam dhënë mjaftu shumë besim. Hi guys! Ndryshe nga herët e tjera, sot të ta bëjmë mbylljen të tre me bebat e mi, me zemrën time. Unë po bëj një pjadin. Me zemrën time. Edhe me zemrën time. Se do hapim tjetrën, vlogmasin 19. Sot është 18-ta. Që kështu diku këtu ju themi, shifemi nesër!